kuponave që dorëzoni që keni ble, dhe kjo shkon në 450 euro në vit, shkon parafrasisht sa një rrogë, ose me pensione shkon sa 2 pensione. Pra ne duhem të ndryshojmë në mënyrë rrënjësore gjendjen, jetesën, mirëqenjen e qytetarëve. Ne do vendosim rrogën 500 euro për minimale, por ne në dialog dhe në bashkëpunim me sipërmarrësit. Ne do bëjmë gjithçka që kjo të mos dëmtoj nuk është qëllimi se pastaj ti çosh sipërmarrjet drejt falimentimit. Ajo është marrëzi, pra ne do të kemi një dialog shumë të mirë me sipërmarrësit, me përllogaritje të sakta, çfarë duhet ne të kompensojmë që ju të keni rrogë minimale 500 euro. Dhe përveç kësaj rroge, ju do keni nga qeveria, këtë jo nga sipërmarrësi, kartën e konsumatorit, ku do t'i merrni ushqimet me minus 20%, pra do merrni taksen e TVSH-n. Do ketë bonuse për fëmijët. Ne do vendosim bonuse për fëmijët për shtesë në rrogë. Shtesa në rrogë për fëmijët nga qeveria do t'jetë për fëmijën e parë 70 euro, për të dytin 60 euro, për fëmijën e tretë do të rritet nga linja gjerë në moshën 23 vjeçare, do marrë përsi për çdo shpenzim qeveria. Pra, ne do të ndjekim politikën e fëmijës së tretë, sepse ne u shkatruam. Kjo politikë u paksuam në mënyrë të tmerrshme nga largimi. Kjo politikë e fëmijës së tretë i ka shpëtuar kombet në histori. I ka shpëtuar nga zvoglimi i tyre i madh. Sikundër do bëjmë gjithçka që fëmijët, djemtë, vajzat, ata që janë larguar në mërgim, ata të kthehen në Shqipëri. Do bëjmë një politikë sa të mundemi më të fuqishme, nxitse për kthimin e tyre. 5 vjet do jenë pa asnjë taks. 5 vjet pa asnjë taks. Unë shoh Manjola këtu se këtu dominojnë gratë. Absolutisht do ketë stimuj të veçantë për bizneset që ku dominohen nga gratë. Pa asnjë diskutim. Do ketë lehtësira qoftë në sigurimet e tyre shoqërore, qoftë në trajnimin e tyre. Sikundër, për gratë që hapin biznese, se ne duhem që të barazojmë gjendjen financiare të burrit me gruan, të burrave me gratë. Dhe në këtë aspekt ne do favorizojmë bizneset e çelura nga gratë. Do t'i favorizojmë me 1 vit pa sigurime shoqërore, do t'i favorizojmë me taksa, do t'i favorizojmë me linja të buta krediti. Pra, ne do kemi një bankë zhvillimi e cila do ketë në përparësitë e saj do t'jetë financimi me kredit të buta dhe grante i bizneseve të drejtuara nga gratë dhe të rinjt. Kështu pra me 11 maj, ne me votën tonë çelim një kohë tjetër për Shqipërinë madhështore. Çfarë është Shqipëria madhështore? Shqipëria madhështore është Shqipëria në të cilin njerëzit nuk vuajnë për kafshatën e gojës.